Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në Imar ku mori pjesë në ceremoninë e çeljes së sezonit turistik, në një aktivitet ku u fol për sfidat e turizmit, zhvillimin urban dhe çështjet e pronësisë, nuk munguan as batutat me kryebashkiakun Vangjel Tavo. Rama vlerësoi punën e bërë për guidën turistike të Imarës, ndërsa i cilësoi Tavon si që i fli dhe gentleman, duke theksuar se përtej humorit, qeveria do të vazhdoj bashkëpunimi për të çuar përpara projektet në qytet. Vangjeli ka ardhur në krye të Bashkisë Imarës, edhe mua më ka rënë shpirti në një farë rehati, ai sa mund të më bjerë shpirti mua, pasi është një shtyll shumë e fortë këtu, edhe një njeri që i ri punë me mi kokë, edhe tregojnë vetë gjitha ato kantiere, të cilat jo vetëm janë hapur, por kanë ecur me shpejtësi, gjitha ato projekte që po bëhen, dhe tregon vetë dhe kjo skenë që është shumë breslënse për këtë bashki, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Jo se janë mundësit këtu befasisht mëdha, por sepse Vangjeli është shumë nikoqire, patë edhe vetë se si e kishte lidhur atë fjalimin të dosja dhe aq fort e kishte lidhur sa nuk e shkëpush të do të fletën pastaj nga tjetra, se do të që ti kontrolloj gjithë gjërat, se vjen nga një territor tjetër, e dini ju. Në përfundim, Rama u bëri thirrje të gjithë aktorëve lokal që pas përfundimit të fushatës zgjedhore të përqendrohen te puna, duke cilësuar këtë sezon veror si një mundësi të artë për të treguar vlerat dhe mikpritjen që ofron Riviera. Kryeministri foli edhe për projektet konkrete që do të prekin infrastrukturën dhe hapësirat publike në qytet. Ai paralajmëroi ndërhyrjen në qendrën e Imarës, që sipas tij ka nevojë për transformim të plotë, si dhe ndërtimin e një parkingu nën toksor pranë stadiumit.